sotme në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s jam në studio me kolonel Sulejman Abazi, por gjithashtu dhe me kolegun Denis Minga, për cilin do t'ia fjalën tani. Denis, ne ndoqëm së bashku protestën, por ju i ndoqët gjithashtu edhe mesazhet. Në ato që tha koloneli, bashkohem përsa i përket motivit të protestës dhe nuk dua ta përsëris, po unë do të kap një element tjetër që kam përshtypjen, nuk e di se si, po perceptimin paktën yni është që Kosova ose shoqëria e Kosovës dal nga dal ka filluar të harroj pak, ose nuk po i kushton vëmendje dur, le themi UÇK-s, kontributit që ka dhënë UÇK-ja. UÇK-ja është faktori determinues i brendshëm i pavarësisë Kosovës. Dhe kjo duhet të theksuar, nuk është as Ibrahim Rugova, as Albin Kurti. Kjo kam përshtypjen dal nga dal, duket sikur Kosova ka qenë e pavarur 100 vjetë. Jo, nuk është ashtu. Kishim një Kosovë pushtuar, kishim një ushtri që u bë faktor, dhe nëse do ishte sot UÇK-ja, nëse nuk do ishte krijuar UÇK-ja, Kosova me shumë gjasa do kishte statusin e vojvodinës, pra do ishte brenda Serbisë. Prandaj them që politika e Kosovës, por edhe shoqëria, e kam këtë perceptim, ndoshta gabohem, nuk e di koloneli, nuk e di sa i ka kontaktet me Kosovën, duket se e ka harruar këtë moment. Ky ka qenë një faktor i rëndësishëm, Shqipëria ka qenë një faktor i rëndësishëm, qeveria e kohës, institucionet e kohës, vitet 97, 98, 99, 2000. Harresën i referohemi së tepër qytetarëve, shoqërisë apo të politikës? Edhe shoqërisë, unë e shoh si shqetësim këtë. UÇK-ja është fakti që nuk ka debate, madje edhe ngrije dhe pretendime në Kosovë për kombë kosovare, gjëra se natyre, kështu që këto janë momente delikate që shoqëria e Kosovës duhet reflektojë. Dhe ky reflektim duhet nis pikërisht nga këto që kanë qenë, që kanë shtruar të ardhmen e Kosovës, dhe UÇK-ja duhet të jetë padyshim një institucion i panjollosur nga askush. Nuk duhet bëj askush shaka në Kosovë me UÇK-n. Të them edhe njerë, sot do ishim në kushtet që ka Vojvodina, një rajon autonom, dhe kaq. E pam, këto qasje kishte Ibrahim Rugova, Albin Kurti nuk e di se qa do të ndodhen që s'do ishte UÇK-ja, por nuk besoj ai gjithë liri që ka sot Albin Kurti për të qeverisur, kur ishte në opozit për të bërë ato që bëri, i ka fal UÇK-s. Dhe i pari që duhet ta mbështesë UÇK-n duhet jetë Albin Kurti. Prandaj them, këtu pasaj është e njëjta histori, po ta shikoni historia përsëritet. Edhe në 98, 99 kishim të njëjtën gjë. Socialistët pro UÇK-s dhe pro luftës dhe opozita e Berishës kundër UÇK-s, kundër luftës. E njëjta gjë sot në shesh. Me lesun falenderoj që pash disa element Partisë Demokratike mu bëj qefin. Në fakt, zoti Leskaj, ishte Aurela Pampuri, ishte zoti Ermal Asimja, pra ku them Partisë Demokratike të së djathës. Pra kjo është një çështje kombëtare, këtu s'duhet të ketë dallim fare. Sepse të goditet UÇK-ja, goditet kombi shqiptar, siç e realizuan goditje nëpërmjet një raporti të një anonimi si Dick Martin që krijoi aq probleme që e krijoi të gjithën këtë. Kështu që nga kjo pikpamje ne e tha koloni ishte një protest uniteti, po e konstatoj që uniteti mungon, fatkeqësisht mungon. Edhe për ngjarje të kësaj natyre mungon në Shqipëri, mungon në Kosovë. Këtu i duhet ishte gjithë spektri politik, si Kosovë, si Shqipëri, kudo që të bëjë protest duhet ishte bashkë. Sepse është çështje kombëtare, siç e kanë gjithë kombet e tjerë, siç e ka kombi serb në vetvete. Për Kosovën ata janë bashkë, nuk ka njeri në Serbi, nuk ka një politikan në Serbi që thotë Kosova duhet jetë e pavarur. Ata janë të bashkuar, grekrit po ashtu janë të bashkuar. Vetëm ne kemi nga këto probleme të mëdha. Dhe fatkeqësisht edhe kësaj radhe e treguam këtë gjë. Disa të pavedishëm po mbjedhin dasi që i shërbejnë agjendave ruso-serbe, thot Ali Ahmeti në mesazhin e tij drejtuar Kurtit. Si shifni kolonel? Të vazhdoja pak mendimin e zotit Minga. Në Kosovë mbas lufte, të gjitha vendet që kanë qenë specifike në pikpamje të vlerave që kanë dhënë, qoftë të krimeve që janë bërë apo të qëndresës heroike, të gjitha janë vlerësuar maksimalisht për mua. Po të kemi parasysh do të thënë qendër në Prekaz, që është një gjë e jashtëzakonshme, ose në qendër të Skënderajt, apo memoriali për masakrën e Reçaput, apo në vende të ndryshme, sheshi Zahir Pajaziti. Pra, të gjitha vlerat e luftës shqirimtare janë të pranishme dhe ato japin çdo ditë para qytetarëve të Kosovës mesazhet e luftës.
vlerat e luftës, për mos të harruar ajo që ka ndodhur. Por ajo që bën përshtypje është fakti që në politikën e Kosovës ka një lloj militarizimi dhe këtë duhet ta pranojmë. Dhe po shikojmë në krye të gjithë partive politike në Kosovë kanë qenë një, domethënë, dhe është rasti veçantë që më mbrapa, e kupton, doli një lëvizje qytetare rinore, siç është vetvendosja. Pra, çështja e luftës për pushtet nuk duhet kurse si, e kupton, dhe në qoftë se do t'i bëjë një nder politikës, evolucionit politikës në Kosovë, edhe për ta moderuar, edhe për të ndarë, si thuash ato, vlerat me njëri tjetrin në mënyrën qytetare, duhet që politika gradualisht të demilitarizohet. Dhe kjo është e mundshme. Një nga arsyet që ndodh, që shkojnë në Hagë, dorëzojnë ato postet apo misionet që kanë, domethënë është normale. Por edhe që të fillosh tani dhe të anatemosh çështjet e shtetëndërtimit në Kosovë, të politikave që bëhen për të forcuar shtetin e Kosovës, se këtu e kemi gjithë procesin. Pra procesi, strategjia e shtetëndërtimit në Kosovë, që të ketë gjithë elementet institucional të funksionimit të shtetit dhe të ndihet shteti i sigurt, që në një të ardhme gradualisht të rrisë standardi për nivelin e qytetarëve. Ne këtu e kemi interesin, qytetari këtë shikon. Qytetari nuk shikon se sa grada dhe ashtu dekorata kanë gjoks. Por kur shkon sipas interesave të tij, atëherë ai vjen mbrapa. Atëherë pse të mos themi që gjysma e popullsisë votuesve në Kosovë ja dhanë vetvendosjes dhe sot ajo ka pushtetin. Çka të keqe këtu? A do ketë rotacion politik? Sigurisht që do ketë. Do vi njëra parti, do vi tjetra, do ashtu. 40%. Por këtë, bie fjala, por këtë e vendos elektorati. Pra, edhe në qoftë se në fjalimin e tij zoti Ahmeti ka hedhur në situata të tilla, ai nuk, për mua, në fjalim ai nuk duhet ta prekte emrin Albin Kurtit. Që të jem korrekt dhe të jem i sakt për qëllimin edhe unë me që se citova në mesazh, nuk ka përmendur emër, por në mesazh ka përfshirë element që padyshim megjithatë. Ja, por nuk besoj se ka pasur valë. Sepse në protestë ka dhe shumë djem dhe vajza të vetvendosjes që kanë ardhur në Tiranë. Absolutisht, ndoshta edhe kjo mund të jetë vërtet, por janë me çështje kombëtare. Nuk e di. Kjo kishte sot përfaqësues të vetvendosjes. Jo përfaqësues, po shumë djem dhe vajza kanë ardhur nga Kosova që janë pjesë e vetvendosjes. Pse? Se nuk e kanë parë në mënyrë partijake çështjen e protestës. Po shqetësimi mbetet, se për shembull nëse flasim për konsum politik të brendshëm, jam shumë dakord. Por nëse shkojmë pastaj mes dy liderëve, kryeministri Rama dhe zotit Kurti në krau tjetër, pastaj çështja merr një tjetër ton më serioz apo jo? Kjo i dashur Ermal është për të diskutuar pak, sepse para protestës pati një përplasje. Midis deklaratës që bëri zëdhënësja e partisë vetvendosja dhe përgjigjes që dha po brenda 24 orëve kryeministri i Shqipërisë. Pra, në planin e brendshëm është, si thua, ana tjetër e medaljes së protestës. Pra, protesta për mesazhin që dha dhe për qëllimin për të cilën u mblodh dhe se si erdhi politika dhe u përfaqësua në këtë protestë. Kjo është për të ardhur keq. Pse s'duhet të ishte këtu për shembull bie fjala përfaqësuesi vetvendosjes dhe të fliste aty për UÇK-n. Pse të mos ishte? Pse të mos ishte një përfaqësues i qeverisë dhe të fliste aty për UÇK-n? Nëse flasim për një unitet kombëtar që jemi të gjithë së bashku, jemi një kombë, që flasim një gjuhë, kemi një histori, kemi një simbol. Pra, të gjitha këto ndasi politike, ose ardhja për shembull e Ali Ahmetit, po duhet i mbetet hatri dikujt nga lider nga UÇK-s nga Kosova që nuk foli. Se në aty në protestën pashtë edhe Sami Lushtaku, pashtë dhe figurat të tjera të UÇK-s. Ish luftëtar, njerëz që kanë lënë edhe gjak janë plagosur dhe ishin të pranishëm. Pra të jemi pak më njerëzor në këtë çështje se kemi të bëjmë me një simbolik ku kërkohet të baltoset nga gjithë spektri agjenturor i lindjes. Veçanërisht nga akuzat e padrejta, nga shpifjet, nga gënjeshtrat janë serviru nga kuzhina e Beogradit. Dhe që sot në Hag ish komandantët përballen me to. Sa që ka dhe paradokse kur vjen puna për në çdo luftë që bëhet, në përplasjet ushtarake ka dhe momente që dalim jashtë rregullave dhe ligjeve, sepse lufta i ka këto fenomene. Po kur vjen puna për të vlerësuar në blok një lëvizje çlirimtare,
për të fituar lirin nga një skllavërie një shekullore gjysmë, këtu nuk ka vend për të diskutuar. Se në të kundërt pasaj, pse do të ndërhyjnë Amerika dhe ta rikthente popullin e Kosovës që u shpërngul masivisht, që është një shpërngulje biblike, e kupton, që bëri Miloševići. Pse duhet ndërhyjnë dhe të stabilizonte situatën, nuk e bënte. Po është rasti veçantë i ndërhyrjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës në një situatë të tillë kaq të rrezikshme që mund të shkonte edhe në gjenocid. Se flasin për gjenocid, po gjenocid u bë në Srebrenicë, ku brenda një dite në sytë e faktorit ndërkombëtar paqërujtës u asgjësuan 8.000 burra. Po në Kosovë nuk mund të flasin për gjenocid. Në Kosovë flasin për një spastrim etnik, e kupton, masiv, që popullsia të largohesh e gjitha dhe të mbushesh pastaj me kolonët sërbë. U largua, u bë fakti kryer, operacioni Patkoj me i fjalë fazë parë, dhe pastaj rastet e krimeve që janë bërë masakrave, si në Prekaz, në Reçak, e tjera, që si thua kthyen vëmendjen e faktorit ndërkombëtar ndaj një lufte të drejtë që po bënte populli shqiptar në Kosovë. Dhe u kthye vëmendja për të rivlerësuar atë që tha zoti Minga, për të rivlerësuar edhe rolin e UÇK-s, që vërtet ishte, nuk ishtin guerilje që mund t'i quajë edhe terrorist, mund t'i quajë si doje, por ishte një forcë e organizuar, e armatosur, me organizim ushtarak, me ndërlidhje të siguruar nga shteti gjerman, e kupton, dhe çdo urdhër që merr, çdo vendim që merresh në një seksion të shtabit përgjithshëm, brenda, do të thënë, minutash kalonte në të gjitha zonat operative dhe ishin në akord operacional të gjitha strukturat. Pra, nuk mund të flasim këtu për një, por do të duheshin disa momente që bota, përkundër asaj propagande të poshtër që buronte nga lindja, të kuptonte se aty vërtet ai popull do kalonte do t'i nënshtrosh një gjenocidi. Dhe ishte përballë një makinerie fashiste ushtarake, për të cilën i dha provat më përpara mbi popullin bosnjak, mbi popullin kroat, tentoi në Sloveni dhe u troq brenda 2 javë se i tha tjetër kush stop se Slovenia është perëndim, dhe ishte planifikuar, ishte ardhur radha Kosovës. Pra, kjo makineri luftarake fashiste i kishte dhënë provat e një ushtrie, do të thënë, çfarrose, e një ushtrie kriminale, duke pasur përveç forcës ushtarake të rregullt dhe strukturat më të rrezikshme, akoma më kriminale, paramilitarët, të cilët vepruan masivisht në Kosovë. Shiko, Ermal, këtu ne gazetarët duhet mbetemi tek faktet. Jo pa qëllime përmenda rolin në armët i morën djemtë e UÇK-s, pra nuk e mori politika pacifiste e Ibrahim Rrugovës. Dhe paqen në tavolinë e vendosi UÇK-ja. Ishte UÇK-ja që negocioi në tavolinë me Madeleine Albright. Nuk ishte as Rrugova, mos gaboj, nuk e di, pra nuk ishte, duhet të them këtë që UÇK-ja ka qenë momentet më decisive të Kosovës. Dhe një moment tjetër, pra, morën armët, vendosën paqen duke qenë partneri kryesor i amerikanëve në Rambuje, dhe momenti i tretë është ky që nuk e vlerëson as shoqëria kosovare, ka përshtypjen unë, as politika kosovare. Kanë arritur që kur i merr në luftë, i merr të gjitha, ti mund të kesh pushtet të jashtëzakonshëm, i merr të gjitha. U krijua një organ politik, një parti politike siç është Partia Demokratike e Kosovës, që bëri rregulla loje të jashtëzakonshme, krijoi mundësinë për rotacion politik, dhe jeta politike e Kosovës i dha mundësi dhe Albin Kurti të vinte në pushtet. Pra, imagjinon një forcë politike ushtarake që vjen në një vend caktuar dhe ajo mund ta mbante pushtetin për 20 vite për shembull. Nuk ndodhi kjo me PDK-n. Pra, kemi 3 momente që duhet vlerësuar UÇK-ja. Momenti i parë i marrjes së armës, momenti i dytë i Rambujes dhe momenti i tretë për kontributin e jashtëzakonshëm për demokracinë e Kosovës. Prandaj them unë që shoqëria e Kosovës duhet të reflektojë në mënyrë menjëhershme dhe të rikthejë vlerat që burojnë nga UÇK-ja. Edhe një herë përmend, sot do flisnim sepse nuk do ajo që ka ndodhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës, që goditën, le të themi, Serbinë, ndodh një herë në 100 vjet. Vetë amerikanët e kanë pranuar, i kanë shkelur çdo rregull sepse sulmuan një vend të pavarur nëpërmjet NATO-s. Nuk ka pasur sulm tjetër NATO. Por çfarë ishte aty? I duheshin elementet në terren që kjo gjë të ndodhte. Nëse do kishim një politikë pacifiste që do priste, nuk do ndodhte asgjë, nuk do ndodhte sulmi NATO-s.
Me që se besoj në ndiqimi dhe në Kosovë, ti din njerëzit se ka të rinj kosovarë që se din fare që ka ndodhur, kujtojnë se kanë lindur të pavarur. Nuk është kështu. Tepër tani që duket që edhe por ajo që unë vlerësoj më shumë është kontributi i PD-k-s dhe vetë Hashim Thaçit tek rregullat e lojës post luftës, pra tek lënia, mundësia për rotacion. Ne po e shohim sa e vështirë është kur një parti e madhe kur e rrit pushtetin, e ka shumë vështirë të largohet nga pushteti, ka gjitha mjetet po të donte PD-k-ja do qëndronte në pushtet, edhe pas luftës, për vite tëra. Nuk e bëri këtë. Pse? Sepse ai ishte vullneti i qytetarit të Kosovës. Pra, e bëre luftën, paka shumë ajo që ndodhi me Anglinë, me Churchill. Fitoi luftën, por pas luftës erdhi një kryeminist tjetër. Kjo është e bukur dhe kjo ka ndodhur në Kosovë. Po kjo është një merit që i njihet UÇK-s, i njihet Hashim Thaçit dhe të tjerëve padyshim, por them kjo duhet vlerësuar. Dhe mua vjen shumë mirë që edhe media jonë, po edhe mediat e tjera shqiptare, duke i referuar kësaj proteste, në një farë mënyre na rikthyen edhe neve tek ajo jehone e viteve, se vajte që nga vitet 2000 tashmë 26 vite, gjërat edhe harrohen, por duhen kujtuar dhe historia është mirë të kujtohet. Besoj në aspektin e gjykimit, sigurisht këto tubime nuk është se do vendosin të gjyqtari. Absolutisht. Por ama janë një moment reflektimi edhe për shoqërinë tonë. Unë po them më shumë për shoqërinë e Kosovës, po padyshim edhe për neve, sepse edhe këtu është e ndarë komplet, ka një pjesë që nuk e njeh fare UÇK-n. Nuk mendon fare që UÇK-ja ka kontribute për pavarësinë e Kosovës, pjesë e politikës shqiptare, kështu që duhet dhe këtu pak të... Tu në hap debat të madh. Jo, po është realiteti, sepse nëse si e në shesh, do të thotë që ti nuk e njeh më zotëri atë. Kështu e lexon dhe mos prezencën e Partisë Demokratike. Po kaq e thjeshtë është, pse duhet që aty nuk ishte njeriu njeriu i regjimit, që është Edi Rama. Mungesa e Ramës në një farë mënyrë e bëri më të lehtë edhe praninë e opozitës. Po, se ky është argumenti në fakt. Ndoshta ka qenë vetë Rama me qëllim që nuk ka dashur të shkojë aty. Por derisa nuk është Rama, atëherë ti mund të shkosh, dhe unë prandaj thash falenderoj të gjithë ata eksponentës së djathtës që i pash sot në protestë. Shumë mirë bën sepse kjo është një çështje kombëtare, nuk është një çështje partijake. Kolonel, në mbyllje, si e shihni procesin në Hag tani më? Jo, drejtësia do bëj të optimizmit, kuptohet. Drejtësia do bëj punën e vet. Pavarësisht se procesi është i zgjatur, por kemi parasysh që ajo gjykat nuk ka dalë rastësisht. Edhe kuptohet që atje prokurori është Amerikan. Edhe gjykata në radhë parë ka pasur objektiv që në rastin e ndërhyrjes intervenimit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në emër të NATO-s kundër një shteti që goditi dhe shkaku bë Kosova, për të mbrojtur ndërhyrjen e vet, për të mbrojtur gjithçka të vetëm, për të mbrojtur luftën që bëri. Dhe paralelisht me këto kanë dalë dhe probleme të tjera të cilat kanë dalë si probleme më mbrapa nga bisedimet e ndryshme që janë bërë midis palëve për të njohur njëra tjetrën. Që Serbia të njihte Kosovën dhe Kosova të pranonte. Pra, drejtësia do ta bëj punën e vet. Atje ka gjyqtarë që as e njohin fare erën e luftës. Nuk e kanë iden fare se ç'do të thotë masakër apo genocid. Po janë të ftohtë ata. Ka njerëz që do thënë specialistë që burokrat më mirë themi, por që nuk din as të interpretojnë ato fakte në thonjza që u serviren nga pala sërbe, sepse duhet ta dim fort mirë që pala sërbe lobon fuqishëm, hedh milionat, e kupton, për ta baltosur dhe për ta fajsuar UÇK-n. Kjo duket e pashteshme në fakt. Por, këtu nuk kemi të bëjmë me dënimin e UÇK, sepse e ka marrë pafajësinë dhe drejtësinë UÇK-ja në Hag. Zotëri, këtu po bëhet fjalë tani që persona të veçantë për ta shtrirë problemin që nga këta me qenë se kanë qenë drejtues kryesor të ushtrisë shqiptare të Kosovës, t'ja hedhin baltën edhe UÇK-s. Gjë që nuk do t'ja arrin. Të kemi parasysh edhe deklaratat e fundit, do të thënë deponimet e fundit që u bën nga personalitetet të jetës amerikane, që në kohën e luftës kanë qenë aktiv, apo edhe të tjerë, do të thënë nga Mbretëria e Bashkuar, dëshmitë e tyre kanë qenë të një natyre, do më thënë, për të mbrojtur të drejtën e Shteteve Bashkuara të Amerikës për veprimin që bëri dhe për ndërhyrjen goditjen që i dha Serbisë. Serbia me atë goditje vajti 50 vjet mbrapa, por u rikthye, u rehabilitua sepse ata janë të mbështetur
të mbështetur dhe trekëndshi Moskë, Beograd, Athinë, është trekëndshi i Bermudës që e ka futur në mes çështjen kombëtare shqiptare dhe e sulmon në mënyrë hibride nga të gjitha anët, duke përçarë politikën, duke bërë dezinformacionin, duke investuar, duke deri dhe të sistemi financiar, e kupton që tjetë brënda për të realizuar objektiva slave në drejtim të Adriatikut. Unë mendoj se kjo që ndodhi sot, për ta mbyllur, kjo që ndodhi sot është një mesazh shumë pozitiv, po është një mesazh edhe për politikën shqiptare në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup. Nuk mundet për çështjen kombëtare të shkojmë të ndarë, zotëri. Ne mund të kemi dallime politike, programore, për interesa njërën tjetrën, por kur vjen puna për çështjen kombëtare, për unitetin kombëtar, për vlerat e luftës shqiptare, se luftë bëhet në Maqedoni, kemi dhe një ushtri shqiptare kombëtare në Maqedoni, kemi pasur dhe një ushtri në Preshev, e kupton në komunat e Kosovës lindore. Atëre, kur vjen puna për çështje kombëtare, politika duhet jetë në blok. Atë që tha zoti Minga që kur vjen puna te serbët, shikoj, kur është puna për Kosovën, gjithë janë një. Dhe thonë, Kosova është zëmër e Serbisë, akoma sot e kësaj dite. Nuk guxojnë ta heqin nga kushtetuta, e kupton neni për çështjen e Kosovo-Metohis. Pra, atëre, për politikën shqiptare, Sheshi Skënderbej dha mesazhin, leri ndasit partijake. Kufiri midis Republikës Shqipërisë, Republikës Kosovës, Mali-Zi dhe Republikës Maqedonisë Veriut me veprimtarin gjithë përfshirëse, gjithë shqiptare duhet të formalizohen, zotëri. Dhe kjo bëhet kur ti rregullon doganat, kur heq doganat, kur ti bën integrimin gjithë shqiptar, se këtu fillon çështja e bashkimit kombëtar. Nëse do të integrojmë jetën gjithë shqiptare, atëherë Europa një ditë bukur do na thotë, po çfarë bashkimi kombëtar kërkoni ju shqiptarët? Ju e keni bërë fakt të kryer. Atëherë pse nuk e bëjmë ne këtë? Se vazhdojmë akoma për plasjet politike, e kupton, akoma me mentalitetin e hundës dhe të Bajraktarit, nuk dua të anatemoj Bajraktarët se kanë qenë burra të nderuar, por fakti që po ndodh kështu, 146 marrëveshje midis qeverisë shqiptare dhe qeverisë Kosovës urdhëro ku jemi sot në planin e zbatimit. Çfarë nuk duan? Çfarë i pengon? Shiko shkëmbimet tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë me Serbinë, me Turqinë, me Maqedoninë e Veriut apo me Greqinë. Shiko se si është bilanci i shkëmbimeve tregtare Kosovë-Shqipëri. Atëherë pse nuk duam ne? Në kohën që u shpall pavarësia e Kosovës, Europa mendoi që tani të dy shtetet shqiptare, duke përfituar nga rasti, do ta shkrijnë kufirin dhe do bëjnë bashkimin kombëtar, kur në fakt ndodhi e kundërta. Urdhëro ftofjen politike që kemi sot. Kujt i shkon për shtat kjo? Asaj protestës që u bë atje në shesh për shqirimtarët? Liria vërtet ka një emër, po liria që të respektoj emrin e vet, ta mbështetësh dhe ta bësh, ta vendosësh në pjesën e artë, e kupton, të historisë popullit shqiptar, kërkon dhe një politik, e kupton, të bashkërënduar. Ne ku do jemi shqiptar dhe interesat i kemi një, po dhe hallet i kemi një. Atëre, me shtë drejt politika nuk përfaqësohet aty, edhe flasë edhe për qeverinë e Tiranës, edhe për qeverinë e Prishtinës, edhe për Shkupin. Se nuk e përfaqëson vetëm Ali Ahmeti Shkupin. Ka dhe personalitet dhe tjerë. Nuk e përfaqëson Kosovën një këngëtar atje, apo ai i asaj organizatës, do thënë të veteranëve të luftës që është njeri i nderuar. Por ka dhe politikanë atje që kanë dhënë gjakun dhe duhet ishin sot prezent. Ti japësh mesazhin popullit shqiptar për unitetin kombëtar, do të thotë që politika duhet të lërë ndasit më njanë dhe të jetë bashkë atje kur flitet për të drejtën, e kupton, përpara drejtësisë ndërkombëtare. Nuk mund ta fitosh drejtësinë përballë gjykatës ndërkombëtare i përçarë kështu politikisht. Jo asnjëherë. Protesta e bëri të vetën, e dha mesazhin, po ku do vej ky mesazh? Janë shtetet që trokasin në institucione, që shkon deri në Këshillin e Sigurimit, e ngrësi problem atje, në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës Kombëve të Bashkuara dhe kudo tjetër. Lutem. S'po e prishim më shumë mesazhin, e kishte shumë të përmbledhur dhe të përkryer Minga të fundit. Po e bëj politike këtë tani, drejtësia do bëj punën e vet sigurisht, po në kontekstin e në një rikthimi të mundshëm të Thatshit në politikën vendase për të trembur kështu në thonjë. Nëse ai shpallet i pafajshëm dhe besoj këtë e urojmë të gjithë bashkë me bashkëpunëtorët e tij, ai është në një moshë shumë të re, 57 vjeçar, ka të gjitha kredencialet për të rikthyer fuqishëm në politikë dhe padyshim aty pastaj
le të themi betejë mes tij dhe Albin Kurtit do të bëj më e fortë, më me antagonizëm dhe këtu s'ka asgjë të keqe. Por përtej sepse këtu futemi dakord që ajo që thot koloneli, pra çështja e UÇK-s është e përbashkët, kemi një qëndrim, pastaj politika, aty pastaj palët bëhet garonja dhe nuk ka asgjë të keqe. Mbetet për të parë si do të procedohet në vijim, ne urojmë padyshim që drejtësia të bëjë punën e vet në mënyrë të drejtë deri në fund. Kolonel, faleminderit shumë. Faleminderit që keni qenë në program. Mirë, ne kemi rritur këtu në fund të programit ditës sot, me bashkë do të shihemi ditën e hënër, atëherë qëndroni mirë. Mirupafshim.